Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të flasim për situatën politike dhe atë që e pret Shkupin tashmë me erën e re, administratën Trump, por dhe zhvillimet e fundit në rajon. Për të diskutuar për këtë çështje, kemi të ftuar zotin Amir Shabani, njohës mjaft i mirë i çështjeve politike të gjeopolitikës, jo vetëm të politikës së brendshme, por edhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Shabani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Zoti Shabani, cili është plani më aq sa ju keni kuptuar i Trumpit për Maqedoninë? Maqedonia, Shqipëria, Kosova, jemi një pikë ujë në oqean, por sido që të jetë, të mbledhura gjitha bashkë në Ballkan nuk mund të injorohen. Po, atëherë thot prej ndryshimit të them gjeopolitikës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot në raport me Bashkimin Evropian, lindjen e mesme, lindjen e largët, do të nuk duhet haruar edhe Ballkani perëndimor, qoftë sa i vogël është si rajon, mirë po ndërlidhjet tona me vendin pra përtej Atlantikut, pra që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi pasur edhe partneritet strategjik. Zgjedhja e presidentit Trump ka ngritur pak bujë tani do të thotë në këtë zgjedhjen e dytë të tij, për dallim nga e para, për faktin se në mandatin e tij të parë thotë nuk ka pasur kësi lloj turbulencash që po i hasim dhe jemi dëshmitar vetë thotë secili nga ne, që gati së dita ditës do të shohim diçka surpriza nga zyra ovale e Washingtonit zyrtar. Tani do të sa i përket raporteve, ajo që na intereson gjithmonë neve se si do të jetë tani ajo qeverisje e presidentit Trump në raport me vendet e Ballkanit perëndimor, pikërisht do të flasim për Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Shqipërinë, Malizi, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina, që do të thotë jemi me një status quo se çfarë më tej. Çështja e eurointegrimeve, çështja e antarësimit në NATO, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, funksionimi normal i një shteti siç duhet të pretendohet të jetë pra Bosnia dhe Hercegovina, e cila përgjatë kohë ka pasur shtet për brenda shtetit, siç ishte pra Republika Serbe. Gjitha këto kanë mbetur paksa enigme momentalisht. Për faktin se çështja e tanishme e presidentit Trump apo përdorimi i metodologjisë në qeverisje që e ka tani, të duket kogja e habitshme dhe agresore, të them. Pse agresore? Flasim për një president i cili, siç thash në të kaluarën gjatë mandatit të tij të parë, nuk ka pasur luftra në rajone të ndryshme, kryesisht edhe në lindjen e mesme, që ka qenë rajon ku vazhdimisht është përhapur ndonjë luftë. Pra qoftë në Irak, në Siri, në Palestinë apo kështu me radhë, janë zhvilluar pak a shumë disa konflikte në atë rajon. Në mandatin e parë të presidentit Trump, ky rajon qëndroi të themi paqësor. Dhe presidenti Trump fitoi një bindje dhe një besim në arenën ndërkombëtare se është paqebërës dhe mund të parandalon konfliktet. Normal, me një lloj marrëveshje, unë e quaj marrëveshje klasike apo marrëveshje në sigur ndodhin marrëveshjet në sektorin e biznesit, për atë se çfarë do të jap, do më jap. Po, me kompenzim. Dhe çështja e tanishme përveç se e ka këtë, se do të siguroj paqen, mirë po do më japsh edhe diçka nga vendi yt apo X gjëra tjera, do të vendon edhe kushte të cilat janë pak të rëndësishme dhe mund të nxisin akoma më tej konfliktin. Shqipëria, qeveria e Maqedonisë Veriut, vërehet se kanë një lloj afërsie me administratën Trump. Tani ka mbetur pikpyetje edhe çështja se Richard Grenell a do të jetë sërish i dërguari i posaçëm për Ballkanin perëndimor dhe si do të jetë çështja me të. Mirë po, në konkluzion të kësaj çështje i bie se kjo çështje e politikës
nëpërmjet vijës së presidentit Trump. Pastaj edhe në Evropë mos ta harrojmë kryeministrin hungares Viktor Orban, që janë pra të një vije, të një ideologjie, ashtu kemi edhe kryeministrin e Maqedonisë Veriut, janë paksa të frikshme dhe mund ta pengojnë procesin eurointegrues të vendit. Për mendimin tim, për faktin se edhe mjetet financiare për të cilat sigurohen pra për zhvillimin e vendit e kështu me radhë mund të jenë mjete të dyshuara. Flas për një rast në Maqedoninë e Veriut, kur qeveria ka huazuar një sasi të caktuar të mjeteve financiare nga Hungaria, në mënyrë indirekte u kuptua se ato mjete realisht vijnë nga Republika e Kinës. Pra që do të thotë kjo çështje, të cilën pra jep hof presidenti Trump në arenën ndërkombëtare, duket paksa e frikshme dhe nga ana tjetër në këtë vakum të politikës ndërkombëtare, fuqitë të tjera shfrytëzojnë mundësinë e rritjes dhe ndikimit në rrafshin ndërkombëtar. Siç e kemi pra lindjen e mesme, pra Siria më vetëm po është bërë një shtet që po funksionon zyrtarisht me seriozitet. Në atë rajon pra bën pjesë edhe Turqia dhe vende ku edhe të cilat janë të përbëra nga organizata e shteteve turke, të cilat dita ditës shtojnë ndikimin e tyre në arenën ndërkombëtare. Me një fjalë, ky lloj bipolariteti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë më gati se ka humbur dhe është zbehur që pas luftës së ftohtë. Për faktin se tani është në skenë çështja e multipolaritetit, ku çdo rajon forcohet, ringritet dhe merr ndikim në vendimarrjen e politikave ndërkombëtare, siç janë çështja e sigurisë, marrëdhënieve diplomatike mes vendeve dhe rajoneve e kështu me radhë. Zoti Shabani, fakti që Kazanov nuk do të jetë më për Ballkanin, por do të jetë ish zëvendës ambasadorja e SHBA-s, që ka qenë më parë në Kosovë përpara se të shërbente, në mos gaboj në lindje, Highland, është kjo fletë shqip në mos gaboj sipas një pjesë të mediave, është kjo një lloj sigurie që situata në Ballkan nuk ka nevojë për përkthim. Shiko, unë situatën në Ballkan e lexoj do të thotë në këtë variant që nxitja rreth çështjeve eurointegruese tani pas zgjedhjes së presidentit Trump disi sikur ka ngadalësuar. Dhe nga Bashkimi Evropian, replikat që merren janë replika ato kryesisht administrative dhe burokratike. Mirë po, edhe vetë Evropa tani është në një kaos dhe në një krizë politike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe vende si janë rajoni i Ballkanit perëndimor, Maqedonia, Kosova, Shqipëria e kështu me radhë, nëse rrisin bashkëpunimin, them kështu individualisht qeverit, krerët e shteteve individualisht rrisin apo thellojnë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke anashkaluar për Bashkimin Evropian, mund të jetë një lloj ngatërese në rrugën eurointegruese të këtyre vendeve tona. Pse? Jo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtete problematike, pra është vendi ku bart pra flamurin e demokracisë, lirisë dhe shprehurit, madje janë vende që kanë siguruar paqen dhe stabilitetin në vendet tona. Para ndalimin e luftës në Kosovë, po edhe ndikimin në Maqedoninë e Veriut e kështu me radhë. Por për gjendjen aktuale se si qaset, si sillet do të thotë Washingtoni zyrtar tani me politikën ndërkombëtare është pak problematike. I kërcënon Evropën, thotë se qëndrimi përballë Rusisë është jo aktiv, ku pjesërisht jo se nuk ka të drejtë, mirë po në ombrellën e NATO-s, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim, duhet të jenë çdo herë të bashkuar
përballë konfrontimit të fuqive tjera siç mund jenë Rusia dhe Kina. Zoti Shabani, ndryshe nga në Shqipëria edhe Kosova, ku ambasada amerikane që pas ardhjes së administratës së dytë të Trumpit ka qenë e tërhequr, pra ka pasur një lloj heshtje, në Maqedoninë e Veriut ka pasur, mund ta themi, edhe një politikë vazhdimësie, se nëse në vitin e kaluar në fund kishim shpallje non grata, në fillim të këtij viti, pra në muajt e parë, në mos gaboj ditët e fundit ka pasur një debat në Shkup për sa i përket refuzimit të vizës amerikane të një ministri të qeverisë, në mos gaboj Fatmir Limani. Pra politika vazhdon. E njëjtë. Për dallim nga shpallja non gratave, pra në të kaluarën që ishim, pra zyrtarët e të kaluarës, të cilët momentalisht tani janë zhdukur nga territori i Maqedonisë së Veriut dhe zyrtarisht apo publiku pra nuk e din se ku gjenden. Dhe nga ana tjetër, refuzimi i marrjes së vizës amerikane të një ministri aktual tani në qeveri kanë paksa, unë e shoh paksa me dallim. Ata që janë shpallur non grata është çështja më serioze. Është çështja më serioze për faktin se flitet për vite me radhë që është rritur për shkak tyre, është rritur edhe niveli i korrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Dhe do të thotë zgjedhjet e para 9 muajve, do të thotë kur më 8 maj pra u ndryshua qeveria në Maqedoninë e Veriut, kanë qenë zgjedhje që me do e mos, do të thotë duhet të sillet ndryshim në qeverisjen e Maqedonisë së Veriut. Për shkak se ajo pako e qeverisjes që ishte deri në atë moment për 2 dekada me radhë, flas edhe për bllokun shqiptar, thotë nuk ka qenë sistem demokratik. Ajo ka figuruar si sistem mirë, po de facto ka qenë si një sistem monarkie. Nga se me vite me radhë thotë një parti ka qëndruar në qeveri duke mos sjellur asnjë përmirësim apo zhvillim adekuat për flas edhe për shqiptarët, pasi që ishin referencë për shqiptarët në qeveri, ndërsa nga ana tjetër vazhdimisht u shpallnin edhe aferat, po edhe të argumentuar se janë thelluar tej mase në korrupsion. Andaj shpallja atyre non grata dhe refuzimi i vizës amerikane të një ministri të tanishëm, pra siç ishte për Fatmir Limanin, mendoj se kjo e fundit është më shumë çështje administrative, sesa të ketë ndonjë prapavi korruptive apo diçka jo ligjore. Pasi që mendoj se ashtu siç e ka shpallur ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Maqedoninë e Veriut për personin në të kaluarën si person non grata me emër dhe mbiemër, sikur të kishte diçka të tillë, pra do ta shpallte edhe ministrin në fjalë apo kushdo qoftë tjetër. Pra ne kemi vërejtur në kaluarën se ambasada nuk i fsheh, do të thotë emrat nëse faktohet se ai person është për non grata apo ka arritur shkallën e lartë të korrupsionit, atëherë ishin 2, pra një zyrtar i lartë në qeveri dhe një gjykatës në gjykatë të vendit. Zoti Shabani, edhe një pyetje të fundit kam në administratën e Bidenit, dhe sidomos këtej nga fundi, që referohen vitit kaluar, kishim mjaft tensione në Shkup. Edhe çështja e gjuhës artikulohej shpesh nga një pjesë analize dhe jo vetëm, edhe çështja se Maqedonia e Veriut mund shkonte në një ndarje, nisur kjo edhe nga retorika në fushatë e Miskovcit që Maqedonia është e maqedonasve. Tani, a mund guxojë që të artikuloj thjesht edhe këto teza me administratën Trump, sepse nisim nga ajo që ju thatë pak më lart që Trumpi nisur nga administrata e parë, i ka mbytur konfliktit, nuk i ka hapur. Po. Sa i përket do të thotë kësaj edhe qasjes apo narrativit të politikës them nacionaliste në vendin tonë, partia tani në Maqedonase në qeveri, siç është VMRO, DPMNE, fatkeqësisht një periudhë të gjatë ka nxitur me nacionalizmin e tyre që e kanë pasur dhe me këtë e kanë bërë edhe politikën në skenë. Tani
tani jo se krejtësisht ka ndryshuar, ndonjëherë vërehen këto lëvizje dhe problemi i gjuhës, pra zyrtarizimi i mirëfillt i gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është në përkëmbje edhe nga ana e shqiptarëve. Sepse 20 vite në qeverisje mos mund të realizohet dhe akoma pra të jepet hapësirë palës tjetër që them tallët ose jo, mirë po nuk e merr seriozisht këtë çështje, kjo është se për atë që na ka takuar neve si shqiptar, dhe ata që kanë qenë në qeveri, dhe janë referuar për drejtat e shqiptarëve, po del në pa se nuk e kanë përfunduar këtë çështje ashtu siç duhet. Pasi që kjo është dashur të miratohet, pra ligji për gjuhët është dashur të miratohet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, pasi që në marrëveshje figuron një gjë e tillë. Dhe ne flasim për një problem që kanë kaluar 20 vite. Dhe akoma nuk ballafaqohemi me problemet se çka na sfidon për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ndërsa akoma kemi probleme të brendshme etnike. Në të kaluarën pra këto probleme etnike e shpallën luftën pra ndër qytetarë, mes maqedonasve dhe shqiptarëve në vitin 2001 dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes tani pra bëhen këto konflikte vetëm se në formë politike. Akuzojnë njëri tjetrin, ndërsa ata që vuajnë më së shumti janë qytetarët. Shkon në institucionet shtetërore, në të shumtën e rasteve gjuha shqipe nuk respektohet. Sot kemi shqiptarët gjithë Maqedoninë e Veriut e flasin gjuhën maqedone, ndërsa thuajse as pak nuk ka prej zyrtar Maqedonas që e flasin gjuhën shqipe, apo mund të shërbejnë në një farë forme. Kemi për shembull qytetar që ndoshta edhe vinë nga Shqipëria, po nga qytetet që i kemi përreth Shqipërisë, Maqedoninë e Veriut, që mund të kenë vështirësi në komunikim me zyrtar Maqedonas, dhe as pak nuk ju bëhet vonë se nuk mund të shërbejnë në gjuhën për të cilën është nënshkruar një marrëveshje dhe është garantuar me ligj. Dhe kjo 2 dekada mendoj se është e tepër që mos arrihet sukses për këtë çështje. Zotë Shabani, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve për mundësinë. Ishte kënaqësi.